Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se erdhët në edicionin qendror të lajmeve këtu në ABC News. Unë jam Juli Krisafi. Administrata amerikane ka pezulluar për një afat të pacaktuar aplikimet për viza në 73 vende të botës. Në listë përfshihen edhe Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Malizi dhe Moldavia nga Ballkani, përjashtuar Serbinë. Megjithse mediat amerikane lidhin vendimin me përplasjet e presidentit Trump me kongresmenen me origjinë nga Somalia, Ilar Ormar, Departamenti i Shtetit sqaroi se vendimi lidhet me listën e shtetasve që kanë abuzuar me sistemin social të ndihmave të Amerikës, ku spikasin edhe shqiptarët. Duke nisur nga 21 janari, Departamenti Amerikan i Shtetit do të pezullojë shqyrtimin e të gjithë llojeve të vizave për qytetarët nga 75 vende të ndryshme të botës, duke përfshirë në këtë listë Shqipërinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Ishte media amerikane Fox News e cila raportoi para lajmin bazuar në dokumentin që zotronte nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Më pas, nëpërmjet një deklarate të lëshuar në rrjetin social X nga Departamenti Amerikan i Shtetit, thuaj se ky vendim u mor pasi emigrantët nga këto 75 shtete kanë përfituar padrejtisht nga ndihmat sociale. Vetëm disa ditë më parë, presidenti amerikan Donald Trump kishte publikuar në rrjetin e tij social Truth Social kombësit nga vinin qytetarët që përfitonin më së shumti nga fondet e ndihmave publike, ku sipas kësaj liste 41.3% e familjeve shqiptare përfitonin nga këto fonde, ndërsa nga familjet shqiptare të Kosovës kjo shifër ishte në nivelin e 46%. Pezullimi i shqyrtimit të vizave që do të nisë që prej 21 janarit të këtij viti nuk ka një afat se kur do të përfundojë. Departamenti Amerikan i Shtetit pritet të rishqyrtojë ndryshimin e kësaj liste për gjatë muajve në vijim, si dhe ndryshimet e procedurave për qytetarët e këtyre shteteve për marrjen e një vize amerikane. Në mesin e vendeve për të cilat lëshimi i vizave do të pezullohet përkohësisht janë edhe Somalia, Rusia, Afganistani, Brazili, Iraku, Irani, Egjipti, Nigeria, Tajlanda dhe Jemeni. Sipas aktit të emigracionit që daton që nga viti 1882 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përcaktohet qartë se Departamenti Amerikan i Shtetit mund të pezullojë përkohësisht lëshimin dhe shqyrtimin e llojeve të ndryshme të vizave për ata qytetarë që vijnë nga ato shtete që sipas Washingtonit kanë shkaktuar ngarkesë publike. Vendimi më i fundit i administratës Trump vjen teksa kreu i Shtëpisë së Bardhë ka zgjedhur të mbajë një qasje gjithnjë më polarizuese në mandatin e tij të dytë, duke prekur kështu edhe marrëdhëniet transatlantike dhe aleancat historike të Washingtonit. Gjykata kushtetuese i ka dhënë të drejtë padisë një personi i cili ishte ankuar se SPAK dhe GKK pas sekuestrimit të celularit i kishin marrë dhe përdorur të gjitha të dhënat personale që kishin gjetur në aparat. Kushtetuesja ka quajtur shkelje të drejtave të njerëzit dhe të privatësisë dhe ka urdhëruar përdorimin vetëm të komunikimeve për çështjen e hetim dhe që do të përcaktohen si të tilla paraprakisht me vendim gjykate, duke i vënë kështu një vitkuqe kufizuese SPAK-ut dhe GKK-s. Prokuroria e posaçme apo oficeri policisë gjyqësore nuk do të mund të aksesojnë dhe të hapin çdo aplikacion të një celulari të sekuestruar të një individi që pyetet si person në dieni dhe nuk është nën hetim. Kufit janë vendosur nga gjykata kushtetuese pas një rasti të ankimuar të Oneida Ymeraj, që kjo gjykate ka publikuar në formë të arsyetuar dhe përfundimtare. Ymeraj është pyetur si person në dieni për një çështje hetimore për korrupsion dhe deklarim i rrem i pasurisë. Për hetimin e këtij rasti, prokurorët kanë sekuestruar celularin e Ymeraj dhe prokuroria e posaçme ka vendosur kryerjen e eksperimentimit teknik elektronik të telefonit, me arsyetimin se në të mund të gjenden të dhëna me vlerë për hetimin. Për këtë janë kthyer thirrjet hyrëse dhe dalëse, mesazhet SMS dhe MMS, thirrje të humbura, numrat e kontaktit, foto dhe regjistrimet audio e video e të dhënave të tjera, të fshira ose jo, nëse ekzistojnë dhe mund të rikuperohen. Po ashtu, celulari është kontrolluar edhe për pjesën e logimeve dhe i navigimeve në faqe interneti, faqeve të klikuara, komunikimeve me palët të treta, komunikimeve në rrjete sociale në Facebook, Twitter, Instagram, Skype e të tjerë, përmes opsioneve të chatit online dhe aplikacioneve të instaluara në objektin e eksperimentimit, si WhatsApp, Viber, BBM e të tjerë nëse telefoni objekt të eksperimentime ka opsione përdorimit të internetit, si dhe i çdo të dhënë tjetër me rëndësi për hetimin. Por gjykata kushtetuese ka konstatuar se kjo ndërhyrje, duke kqyrur dhe kopjuar çdo të dhënë celular, është tejkalim dhe prek të drejtën e jetës private. Gjykata vlerëson se ka pasur ndërhyrje në të drejtën e kërkueses për të vendosur vetë për informacionin personal, të lidhur me të dhënat personale dhe në fshehtësinë e korrespondencës. Vendimi i gjyqtarëve kushtetues ka qenë unanim për të vendosur kufizim në kqyrjen e celularëve, vetëm për pjesën që i shërben hetimit.
Kërkimi të dhënave kompjuterike që përfaqëson të dhëna personale ose korrespondencë private duhet në parim, thot kushtetuesja, të autorizohet me vendim paraprak të gjykatës. Ky vendim duhet të jetë i arsyetuar mjaftueshëm në mënyrë që ndërhyrja të kufizohet vetëm në atë që është rreptësisht e nevojshme për hetimin, duke shmangur arbitraritetin. Vendimi duhet të përcaktojë së paku garancitë procedurale për minimizimin e ndërhyrjes, veçanërisht në të drejtën e kufizimit të fushës së kërkimit, duke identifikuar pajisjen elektronike dhe kur është rasti, sistemin ose sistemet e lidhura me të, si dhe duke përcaktuar objektin e kërkimit, llojin e të dhënave, fjalët kyçe ose kriteret e filtrimit dhe shtrirjen kohore. Kushtetuesja kërkon dhe vendosje një kohë të qartë për ruajtjen dhe ekspozimin e të dhënave të marra. Edhe në rastet e urgjencës, mënyra e kërkimit dhe përzgjedhjes së të dhënave i nënshtrohet sërish kontrolli gjyqësor me kërkesë të prokurorit dhe është gjykata ajo që vendos përfundimisht për sekuestrimin e të dhënave kompjuterike me rëndësi për hetimin. Po ashtu në kontekstin e urdhrave për kërkim dhe sekuestrim, gjykata kushtetuese ka theksuar se ato duhet të përmbajnë kufizime të qarta në mënyrë që ndërhyrja të mos jetë potencialisht e pakufizuar dhe për këtë arsye jo proporcionale. Urdhri duhet të specifikojë fushveprimin dhe kriteret e zbatimit, si dhe një minimum informacioni që mundsojnë mbikëqyrjen e ekzekutimit dhe verifikimin e respektimit të kufive. Gjykata e posaçme e apelit kërkon në gjykatën kushtetuese të ndërhyet në kodin e procedurës penale për ndryshimin e nenit për pezullimin e afateve të paraburgimit. Gjyqtarët kërkojnë që për çështje me disa të pandehur, pezullimi i këtyre afateve të bëhet individual për secilin dhe jo në grup. Kjo do të mundsonte gjykimin brenda afateve pavarësisht mungesave të një apo të disa të pandehurve që sjellin shtyrje të seancave. Gjykata e posaçme e apelit për korrupsionin dhe krimin e organizuar i ka drejtuar një ankimim gjykatës kushtetuese që të vendosë një rregull tjetër, sa i përket çështjeve me më shumë se një të pandehur. Konkretisht kërkohet të ndërhyet në nenin 265 të kodit të procedurës penale, që lidhet me pezullimin e afateve të paraburgimit. Ndodhin raste kur të pandehur të ndryshëm ai apo avokati i tij nuk paraqiten në seanca dhe kështu bëhen pengesë për zhvillimin e gjykimit brenda afateve. Shtyrja e paraburgimit mund të interesojë njërit prej të pandehurve, si një mundësi për të llogaritur më pak vite burgim, nëse dënohet më pas me vendim të formës së prerë, por një i pandehur tjetër i së njëjtës çështje mund të dojë që i gjykimi të përfundojë sa më shpejt, gjë që nuk e arrin nëse ndodhin shtyriet. Në rastet e disa të pandehurve të një dosjeje, efektet e paraburgimit shrihen tek të gjithë bashkë të pandehurit, pavarësisht se vetëm njëri prej tyre është bërë shkak për moszhvillimin e procesit gjyqësor. Kjo, thot gjykata e posaçme, shkelje kushtetutës dhe konventës europiane dhe të drejtave të njerëzit dhe kërkon që të shpallet si e papajtueshme me kushtetutën në pjesën që nuk parashikon shtrirjen e personalizuar të efekteve juridike të pezullimit të afateve të paraburgimit tek bashkë të penduarit. Neni 265 i kodit të procedurës penale që përmend apeli i posaçëm në ankimim nuk përcakton që vendimi për pezullimin të zbatohet vetëm ndaj të pandehurit që ka sjellë zvarritjen, por i përfshin të gjithë të pandehurit njëtrajtësisht në pezullim. Ajo që kërkon gjykata e posaçme është që nëse një gjykim me disa bashkë të pandehur, njëri prej tyre bëhet pengesë për zhvillimin e procesit dhe gjykata merr vendim për pezullimin e afateve të paraburgimit, vendimi të ketë efekt vetëm për personin që bëhet pengesë dhe jo për të gjithë të pandehurit. Drejtoria e burgjeve thot se drejtuesit e burgut të Durrësit nuk njoftuan për shoqërimin në spital të burgosurit Altin Doci. Burgu i Durrësit nuk kishte njoftuar as komisariatin e policisë së Durrësit për këtë lëvizje. Për këtë shkelje të rënda është shkarkuar nga detyra drejtori i burgut të Durrësit dhe 11 funksionarë të tjerë të tij. Dështimi i rënd procedural dhe institucional i burgut të Durrësit ja bëri më të lehtë aratisjen e Altin Docit. 24 orë pas aratisjes, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve thotë se institucioni i ekzekutimit të vendimeve penale në Durrës nuk ka informuar për shoqërinë Altin Doci. Duke vepruar jashtë çdo protokolli ligjor, burgu i Durrësit nuk ka informuar, siç edhe detyron ligji, as komisariatin e policisë së qytetit për planifikimin dhe realizimin e vizitës mjekësore
të paraburgosurit Altin Doci. Një mungesë komunikimi dhe raportimi që bie ndesh drejt për drejt me aktet nënligjore në fuqi dhe me rregullat bazë të sigurisë, ndihmoi Altin Docin të përshpejtojë lirinë e tij. Për shoqërimin e planifikuar, Burgu i Durrësit nuk ka informuar Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve dhe Komisariatin e Policisë Durrës, si dhe nuk ka raportuar në Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve as planifikimin dhe as realizimin e vizitës mjekësore, në kundërshtim me aktet nënligjore në fuqi. Gjithashtu, rezulton se nuk janë respektuar procedurat standarde për shoqërimin e të paraburgosurve dhe të dënuarve. Aq shqetësuese sipas Burgjeve është edhe fakti se nuk janë respektuar standardet e shoqërimit për një të paraburgosur me rrezikshmëri të lartë. Doci, i dyshuar për disa vepra të rënda penale, është nxjerr nga ambientet e burgut pa masa të shtuara sigurie, duke e kthyer një procedurë rutinë mjekësore. Mangësitë në zbatim të masave të sigurisë dhe përgjegjësia e drejtë për drejtë njerëzore dhe institucionale solli edhe shkarkimin jo vetëm të drejtorit të burgut, por edhe të 11 punojësve të gjithë zinxhirit komandues të burgut të Durrësit. Pas shkarkimit të drejtorit të burgut Durrës, Indrit Cërloj, ministri i drejtësisë Besford Lamanllari u kërkoi drejtuesve të burgjeve masa të menjëhershme për forcimin e kontrollit, rritjen e sigurisë dhe parandalimin e futjes së sendeve të palishme në përburgje. Ministri i drejtësisë ka urdhëruar drejtorin e përgjithshëm të burgjeve të hartojë një plan të ri dhe të rishpërndajë të burgosurit me rrezikshmëri në burgje të sigurisë së lartë. Vjen pranga 8 zyrtar të burgut të Durrësit, zëvendës shefi i policisë së burgut, krye infermieri i spitalit, 5 efektive shoqërues dhe një punonjës i shërbimit të brendshëm të burgut. Pamjet reja tregojnë se Altin Doci u shoqërua në spitalin e Durrësit me autoambulancë dhe pa pranga, edhe pse me rrezikshmëri të lartë dhe i arrestuar për vrasje. Liria e Altin Docit ju kushtoi të vetën. 8 persona u arrestuan pasi arratisi Altin Docit të martën nga Spitali Rajonal i Durrësit zbuloi një zinxhir shkeljesh dhe dyshimesh për neglizhencë që i hapi rrugën një arratisje të mirë organizuar. 8 zyrtar u vënë pranga në mesin e të cilëve zëvendës shefi i policisë së burgut, efektivët që shoqëronin të dënuarin dhe punonjës të spitalit. Të arrestuarit po hetohen për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe mosrespektimit të masave të sigurisë. Pamjet e kamerave në spitalin e qytetit bregdetar hedhin dritë mbi momentet kyçe të ngjarjes. Altin Doci shihet tek Sambërri në spital me autoambulancë, pa pranga dhe pa masa të shtuara, pavarësisht se ishte i arrestuar për disa vepra të rënda penale. Kamerat fiksojnë çastin kur Doci largohet me vrap nga obori i spitalit dhe hipën në një automjet tip Audi ngjyrezez që e priste jashtë ambienteve spitalore. Nga hetimet e deritanishme rezulton se automjeti përket një personi me precedent penal, çka përforcon dyshimet për një plan të mirë strukturuar arratisje. Në organizimin e largimit dyshohet jenë përfshirë jo vetëm persona nga jashtë, por edhe elementë brenda burgut të Durrësit, të cilët mund të kenë lehtësuar arratisjen. Ndërkohë policia vijon që prej së martës kërkimet intensive për kapjen e Altin Docit, kontrollet janë shtrirë edhe në disa zona në kryeqytet, përfshirë Astirin, Don Boskon, Selitën dhe Ysberishtin, ku dyshohet se ai mund të jetë fshehur. Në banesën e tij në Ysberisht, familjarët e Docit janë shprehur se nuk kanë asnjë dieni mbi vendodhjen e tij. Ndërkohë familjarët të Altin Docit thonë se nuk e dinë se ku ndodhet i afërmi i tyre, por këmbgulin në pafajësinë e tij. Sipas tyre Doci nuk është fajtor për akuzat që i bën media dhe Spaku dhe fajsojnë Nureddin Dumanin se kërkon ta përfshinë në ngjarje ku ai nuk ka qenë kurrë pjesë. Sonte në orën 20 në Real Story për herë të parë, avokatët e të arratisurit do të flasin dhe do të tentojnë të tregojnë versionin që vetë Doci ka për akuzat nën të cilat është vënë dhe arsyet për të cilat ai u arratis për t'u shmangur drejtësisë. Një ditë pas arratisjes të burgosurit Altin Doci, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka ushtruar një kontroll në qelinë e të dënuarit Fatmir Pjetri në burgun e Burrelit. Ish antar i bandës së babagjyshve i dënuar me 30 vite burg kishte publikuar një mesazh audio në Instagram, por gjatë kontrollit në qelinë nuk u gjet ndonjë telefon apo send tjetër i paligjshëm. Një ditë pas arratisjes së Altin Docit, këtë të mërkurë në burgun e Burrelit është shënuar një tjetër ngjarje. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka ushtruar një kontroll urgjent në qelinë e Fatmir Pjetrit, i njohur si pjesë e bandës së ashtu quajtur të babagjyshëve. Kontrolli u zhvillua pas publikimit të një audio në rrjetin e tij social ku akuzon Drejtorinë e Burgjeve se nuk e kanë lejuar të botojë një roman që ka shkruar me arsyetimin se përmban akte dhune.
Sipas informacioneve, gjatë kontrollit të ushtruar në qelinë e Pjetrit nuk është konstatuar asnjë mjet i palejuar komunikimi. Fatmir Pjetri ka tentuar të arratisej nga burgu 313 në vitin 2021. Ai ka qenë pjesë e një grupi kriminal babagjyshët gjatë periudhës janar-dhjetor të vitit 2013 dhe në vazhdim në qytetet e Tiranës, Laçit, Fushkrujës, Kuçovës dhe Durrësit, ku ka grabitur me armë disa argjendari në këto qytete. Grabitja që bëri më shumë bujë ishte ajo në një qendër tregtare në Tiranë, ku të maskuar si babagjysh, pjesëtarët e grupit kriminal realizuan grabitjet. Pas kësaj ngjarje, ai u arrestua më 24 nëntor të vitit 2017. Megjithëse është vënë në akuzë për çështjen e Gërdecit, Fatmir Mediu sot është shfaqur më shqetësuar për fatin e faksit që përmend emrin e Shkëlzen Berishës. SPAK e futi këtë dokument zyrtarisht në listën e provave të procesit disa ditë më parë. Ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu kërkoi në gjykatën e posaçme që prova e paraqitur nga SPAK për një faks me mbishkrimin për Shkëlzenin të mos merrej parasysh nga togat e zeza. Ta marrë njërë me radhë, para njërë provat që ka paraqitur gjykata, prokuroria më falë, janë provat cilat vinë tërësisht ndesh në interpretimin e tyre, por edhe si dokumenta, me rolin dhe pozicionin e ministrit mbrojtjes. A dhe prokuroria ka detyrën të vërtetoj që të mos bje letrat cilat janë fotokopjo, apo shënimet cilat janë pa verifikuara. Dhe kërkuam që ose t'hidhet poshtë, ose të bëhet akti i ekspertimit, përsa i përket kaligrafisë, por dhe i pretendimit zotit Bumçi, përsa i përket një mashtrimi që është bërë sipas tij nga ana e sekretarës, duke cilësuar se ky ka qenë shënimi i Bumçit dhe njëkohësisht ka qenë ai që ka bërë kërkesë. Në seancën e kaluar, SPAK solli në gjykatë këtë faks që rezulton që është nisur nga Ministri i Drejtësisë në atë kohë Aldo Bumçi, për në Ministrinë e Mbrojtjes ku mbi këtë zarf kishte shënimin për Shkëlzenin, djalin e ish-kryeministrit të kohës Sali Berisha. Mediu dhe Bumçi pretendojnë se ajo shkresë është një mashtrim. Edhe rreth 2 vite më parë Shkëlzen Berisha, djali i ish-kryeministrit Sali Berisha, ka dëshmuar në gjykatën e posaçme në lidhje me tragjedinë e Gërdecit. Në dhjetor të vitit 2023 Shkëlzen Berisha i ka mohuar komunikimet me ish-ministrin e Mbrojtjes Fatmir Mediu dhe ish-ministrin e Drejtësisë Aldo Bumçi, duke thënë se ka pasur vetëm takime personale, por faksi administruar nga SPAK si provë pritet të nxjerrë të vërtetën. Ndërkohë në gjyqin e Fatmir Mediut për çështjen e tragjedisë së Gërdecit ku humbën jetën 26 persona, është kërkuar që të thritet si dëshmitare edhe Anjola Agolli, ish sekretare Aldo Bumçit, i cili mbante postin e ministrit të Drejtësisë në vitin 2008, por deri në këtë fazë ajo nuk është gjetur. Seanca radhës u caktua me datën 22 janar, ku gjykata pritet të shprehet mbi kërkesat e bëra nga mbrojtja e Fatmir Mediut. SPAK dhe gjykata e posaçme rihapën procesin për Gërdecin, duke marrë të pandehur Fatmir Mediun 13 vite pas ngjarjes, me iniciativën e familjes Durda, e cila humbi djalin e saj të mitur nga shpërthimi tragjik në fabrikën e demontimit të municioneve. Sali Berisha nuk u duk i shqetësuar për hetimet lidhur me fondet që u përdorën për lëvizjen që e riktheu atë në krye të Partisë Demokratike. Ai akuzoi amerikanët se kishin furnizuar SPAK-un dhe Dumanin me listën e bizneseve që kishin mbështetur atë. Por kreu i Partisë Demokratike vuri një vit të kuqe që sipas tij SPAK nuk duhet të guxojë ta kalojë hetimet e pasurive të fëmijëve të tij. Hetimi i rithemelimit nga SPAK nuk e shqetëson as pak Sali Berishën. Është një hetim i mirëfillt politik për kuvendin e rithemelimit, për të cilin unë nuk kam asnjë vërejtje. Amnistimi qetësoi dhe lehtësoi Bardhin, i cili erdhi në mbledhjen e doktorit me drejtuesit politik. Por për doktorin, faji mbetet kujt e spionoi tek amerikanët, si duket edhe për këtë ka zgjedhur të besoj Gazmend Bardhin. Di që në atë kohë, Lulzim Basha i dha Gabriel Escobarit dhe Yuri Kim një listë të bizneseve që po sponsorizojnë Sali Berishën. Dhe ata, nga këtu është fillimi, përda edhe këta nuk po, dhe Edi Rama. Dhe ata filluan të thrasin një nga një biznesmen, të cilët s'kishin ndarë kur dhe s'kisha kërku kur një që ndarë. Por nëse për Partinë Demokratike doktori është i qetë, vija e tij e kuqe mbetet jo partia, por familja. Aty SPAK e ka të ndaluar të afrohet. Ky hetim politik që bëhet nuk ka asnjë lidhje, ta dini ju dhe ta dini shqiptarët, me asnjë hetim pasuror të Sali Berishës dhe fëmijëve të tij. Po fakti që aty s'kan çetojnë, po duhen ta lidhin me diçka që gënjej, kjo është e dënueshme. Dëshmon se ata bëjnë një hetim politik. Hetimi pasuror i Sali Berishës dhe fëmijëve të tij
është bërë me lupë, është finalizuar dhe është dërguar me kohë në gjykatë. Por nëse ka ndryshuar diçka te doktori muajin e fundit, është qasja ndaj SPAK. Me drejtues të ri, nuk ka ndryshuar vetëm emri, por edhe besimi. Pa diskutim që do dërgoj. Do dërgojmë çdo dokument, pavarësisht se për një kohë të gjatë, Dumani ka konservuar ato, aty mbeten. Të gjitha i kemi ato. Edi Rama dhe Altin Dumani mendojnë se mund të shpëtojnë nga djegësi i Tiranës, po e garantoj që kur zë shpëtojnë. As nga Durana, as nga asnjë çështje. Në 28 vite, Ilir Meta ka pasur 87 milion lek të ardhura. Pasurin e zbulon vetë një letër nga burgu që e publikuan avokatët e tij. Ish-presidenti thotë se ai nuk ka asnjë qindark të paligjshme dhe hedh poshtë akuzat e SPAK-ut për korrupsion. Avokatët mbrojtës të Ilir Metës pretendojnë se ish-presidenti nuk ka qenë kurrë i përfshirë në afera korruptive, pavarësisht se SPAK thotë të kundërtën dhe ish-presidenti vijon mbahet në burg që nga tetori vitit 2024. Ai është tashmë izoluar në një izolim total, i pa precedent kjo sot në Europën demokratike. Ai ish kryeministri juaj, ai kryetari i kuvendit juaj, ai ministri juaj nuk ka qenë gjë tjetër, ka qenë një patriot i ndershëm. Nuk ka dhënë as koncesione, s'ka dhënë as PPP, një njeriu i cili akuzohet për korrupsion. Pasuria të ardhët janë zero. Ku ka bërë ky këtë korrupsioni? Përmes një letre të shkruar nga Ilir Meta brenda qelisë së burgut, ish-presidenti pretendon se vetmja pasuri që ai ka që nga viti 1995 deri në vitin 2023 është një shumë prej 87 milion lekësh. Ndërkohë që ne kemi bërë analizën financiare të presidentit Meta, të gjitha të ardhurat, të gjitha shpenzimet e tij normale, siç mund të shpenzojë një qytetar jo i varfër shqiptar, po as ai luksit, por normal, i njeriu normal. Të gjitha të ardhurat e zotit Meta, nga puna e tij si deputet, si ministër, si zëvendës kryeministër, si kryeministër, kryetari i kuvendit dhe në fund presidenti i Republikës, kanë qenë të ardhurat e tij kanë qenë 87 milion e 385.031 lek, që do thot të ardhurat e tij kanë qenë 87 milion e 500.000 lek. Për Ilir Metën, SPAK mbylli hetimet me 28 korrikt vitit 2025, ndërsa dosjen e kaloi për gjykim në fund të muajit gusht, e cila përfshin 3 hetime, një të aferës CSD-a, lobimin e lëvizjes socialiste për integrim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe hetimin pasuror. Meta dhe kryemadhi akuzohen për korrupsion pasiv, pastrim parash dhe mosdeklarim pasurie. Piero Xhixho akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë të kryer në bashkëpunim, ndërsa Fatime Kryemadhi për pastrim parash së bashku me Maçokun. ABC News ka ndryshuar kanal. Si ta gjeni? E thjesht. Bëni kërkim automatik në televizorin tuaj, dekodrat digital dhe Tring dhe ABC News do të shfaqet në listën e kanaleve tuaja. Ne jemi kudo. Shqipëria synon të jetë një vend sovran për prodhim dhe konsum energjie brenda vitit 2028. Jo vetëm burimet hidrike në vend, po edhe rritja e prodhimit energjisë së pastër do të çojnë Shqipërinë drejt shkëputjes totale nga importet. Kryeministri Rama tha nga Abu Dhabi se Shqipëria do të plotësojë nevojat e veta dhe do të eksportojë energji përmes linjës nënujore të Adriatikut në bashkëpunim me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë. Shqipëria do të jetë një vend sovran energjetik brenda 2028-s. Nga Abu Dhabi, kryeministri Edi Rama tha se projekti mbi 1 miliard euro i finalizuara me Emiratet e Bashkuara dhe Italinë janarin e vitit të kaluar për ndërtimin e një linje interkonjuksioni nënujor, e cila do të kalojë në Adriatik duke lidhur brigjet e Shqipërisë dhe Italisë, do të mundësojë eksportin e saj në vendet europiane. Kemi burimet hidrike dhe jemi 100% me energji të ripërtëritshme. Ajo çfarë kemi bërë në këtë dekadë është të investojmë në energji diellore dhe atë të erës dhe të krijojmë një portofol burimesh të ekuilibruara në mënyrë që ne të mos kemi nevojë të drejtohemi importit dhe të jemi sovran. Plani po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028-s do të jemi plotësisht sovran. Objektiv mbetet dhe krijimi një vend depozitimi për energjinë elektrike. Our ambition is
Ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim trepalësh të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Doktor Sultani po synon që të mbërrim në 3 giga dhe përmes kabullit ndërlidhës me Italinë, të shërbejmë Europës energji të gjelbërt dhe sigurisht së bashku me miqtan arab të bëjmë para. Rama nënvizoi investime që ka bërë Shqipëria në sektorin energjetik, ndërsa të hënon u prezantua projekti për ndërtimin e parkut të energjisë së erës në Tropoj, i cili gjithashtu do të ketë një kapacitet prodhues prej 600 MWh energji elektrike. Gjithashtu, shefi i qeverisë u ndal dhe tek inteligjenca artificiale dhe roli i saj në integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ne po e përdorim atë për të gjithë procesin e transferimit të legjislacionit të BE-s në korpusin ton ligjor. Që të futesh në Bashkimin Evropian duhet të miratosh çdo ligj, çdo rregullore në të njëjtën mënyrë. Për të gjitha vendet ka qenë punë e jashtëzakonshme me përkthyes, me jurist, hartues, ndërkohë që me inteligjencën artificiale ne po e bëjmë shumë shpejt. Kemi një ministre të inteligjencës artificiale, ajo punon për shërbimet dhe po punon për transformimin e korpusit ligjor të Bashkimit Evropian dhe po punon për prokurimin publik me inteligjencë artificiale. Në panel Rama ishte bashkë me homologun nga Mali i Zi, vendi i të cilit bashkë me Shqipërinë janë pararoj në procesin e integrimit. Ndaj kryeministri shqiptar nuk i kurseu batutat. In case, God forbid, EU will fail. Në rast se larg qoftë, Bashkimi Evropian do të dështojë, Brukseli i ri do të jetë Podgorica. Prandaj jemi kaq të ngushtë për 500 milion njerëz, Podgorica do të jetë kryeqyteti me Malin e Zi në qendër. Kreu i Kuventit Niko Peleshi vjon diplomacinë parlamentare për integrimin evropian të Shqipërisë. Gjatë një vizite në Rom, Peleshi takoi presidentin e Dhomës Deputetëve në Parlamentin Italian, me të cilin bisedoi për hapat e Shqipërisë në negociatet me Bashkimin Evropian. Roma ishte ndalesa e radhës e kryeparlamentarit Niko Peleshi në turin e diplomacisë parlamentare për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kreu i Kuventit u prit nga presidenti i Dhomës së Deputetëve të Parlamentit Italian Lorenzo Fontana, i cili rikonfirmoi mbështetjen e Italisë për anëtarësimin sa më të shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si në aspektin politik ashtu edhe në atë teknik, duke nënvizuar se Dhoma e Deputetëve do të vijojë të nxjisë këtë mbështetje. Fontana vlerësoi komunitetin shqiptar në vendin fqin, ndërsa nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit parlamentar në fusha si mbrojtja, arsimi apo turizmi. Në takim u vlerësua dhe zbatimi i marrëveshjes së ku deri më tani numërohen rreth 3500 aplikime, ndërsa Peleshi u ndal tek roli i Kuventit në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, që mbetet destinacioni i vetëm për Ballkanin Perëndimor. Shqipëria është në pritje të mbylljes së grup kapitujve të anëtarësimit me objektiv që i gjithë procesi teknik të mbyllet brenda 2027-s. Më pas do të nisë dhe procesi politik ku Italia pritet të mos e kursejë mbështetjen për Shqipërinë, siç e konfirmoi dhe kryeministri Meloni në mbledhjen e parë të përbashkët mes dy qeverive në nëntorin e vitit të kaluar. Semani më në fund është tërhequr në shtratin e tij. Lumi përbyti qindra hektar tokë bujësore dhe banesa në disa fshatra në Libofsh të Fierit. Banorët e tyre bashkë me ekipet e bashkisë po verifikojnë ndërkohë dëmet, ndërsa me emergjencë ata kërkojnë ndihmë me bazë ushqimore për bagtit.
Një ditë pas përmbytjes nga lumi Sema në fshatin Hasturkas të Limbofshës, uji ka nisur të tërhiqet nga banesat e përmbytura dhe tokat bujqësore. Megjithatë, disa familje ende nuk mund të rikthehen në banesat e tyre pasi ka prezencë uji në oborret e shtëpive. Në pritje të largimit të ujit për nisjen e verifikimit të dëmeve, banorët kërkojnë bazë ushqimore për blegtorin, pasi rezervat e tyre janë dëmtuar tërësisht. Janë në ujë, unë kam 70 ulym tokë këtu. Aktualisht të gjitha janë në ujë. Një pjesë kam mbetur nga që largimi ujit që u bë sot mbjesët. Kam çur lop të lartë, patjetër baza ushqimore shpresore një për ato. Ne bëjmë si bëjmë. E kupton ti, po blegtoria nuk do të dinë. Po çfarë bëjnë ka tokat më tanë? Janë detyruar që dalim më tanë. Janë të detyruar që dalim më tanë, se kanë tokat më tanë. Si këta dhe ne atje. Kemi tokat më tanë. Po si mund të zgjidhet kjo? Pra, që edhe argjinatura të ruhet edhe po ajo të ruhet, po edhe shteti duhet kujdesohet për këta varat që dalin njerëzit në ta, që ti mbushin a më shtetore, sa më kusht, të rregullohen. Ti je gati për dimrin. Dimri ka gjëra të papritura. Bashkia e Fierit ka komunikuar se grupet e verifikimit të dëmeve do nisin punën pas tërheqjes së ujit nga të gjitha banesat. Në një fazë të dytë do inventarizohen edhe dëmet në bujqësi e blegtori. Prurjet e Semanit përmbytën shtëpinë Asturka, Spetov dhe Mbrostar. Mbi 1000 hektar tokë bujqësore dhe 10 ranjësi blegtorale në Fier, Patos dhe Roskovec janë në ujë. Përmbytje solli edhe lumi Shkumbi në Lushnjë. 20 banesa u rrethuan nga uji në Thanasa edhe 100 hektar tokë bujqësore në zonat pranë argjinaturës së Shkumbinit. Një javë pas zjarit shkatrimtar që dogji 2 kapanon qendror tregu industrial pranë ish uzinës Dinamo në Tiranë, ka mbetur një vend i shkrumbuar dhe ende një zonë krimi. Tregtarët bëjnë bilancin e dëmeve kolosale që kanë pësuar nga flakët. Rreth 120 biznese ushtronin aktivitetin në këtë treg, por ishin të pasiguruar. Sipas hetimeve të policisë, zjarri ishte aksidental dhe u shkaktua nga një shkëndijë elektrike. Është larguar tymi, por gjurmët e flakëve janë të pranishme edhe 6 ditë pas zjarrit. 2 magazinat e tregut të ish uzinës Dinamo në lagjen 5 Maj në Tiranë vijon t'i rrethoj shëriti i policisë. Veshje, këpuc, orendi shtëpiake brenda dyqaneve të shkrumbuara dëshmojnë për dëmin e shkaktuar. Disa artikuj kuzhine që nuk shërbejnë janë të vetmet produkte që i kanë mbetur familjes Gjini nga puna prej rreth 8 vitesh në këtë treg, pas zjarrit të sejnte së shkuar. E fundit nga këtu ka ik nusja me gocën dhe kunata. E ka marrë vesh nga komshiu në gjitë, jo nga këto tregut që ka ras zjarr. Mundi i një jete i është shkrumbuar. Kam gjendje inventari në shtet deklaruara mbi 500 milion lek. Është gjithë jeta ime që kam punu këtu. Imja, jo e vetëm e imja, po e grus, e njerëzve të mi që janë kanë ardhur nga mbrapa. Sa kohë ke që punon në këtë? 10 vjet, 8 vjet fiks. Biznesin tregon se nuk e ka pasur të siguruar. A e ke pas siguruar? Jo. Se? E kemi dhe në kontratë që për gjë për sipër, as nga zjarri, as nga gjë. Flakët që përfshin tregun më 8 janar u përhapën me shpejtësi dhe dëmtuan rreth 120 biznese, të cilët ushtronin aktivitetin këtu në këmbim të qeras mujore. Policia dyshon se zjarri u shkaktua nga një shkëndijë elektrike, por ngjarja pritet të sqarohet në fund të hetimeve. Përfundim që presin ta mësojnë dhe ata tregtarë që po mundohen për t'ia rifilluar pas dëmit që pësuan. Do të rikthehemi edhe një herë vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit për pezullim të vizave për qytetarët nga 75 vende të botës. Departamenti Amerikan i Shtetit ka qartësuar në deklaratën e tij se bëhet fjalë vetëm për vizat migratore, duke lënë kështu të paprekura vizat e turizmit apo qoftë edhe vizat studentore. Saktësimi nga Dash vjen pasi në mesin e 75 vendeve të prekura ishte edhe Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Mali i Zi. Dhe me këtë sqarim të fundit që vjen nga Departamenti Amerikan i Shtetit, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Me njëherë pas pak do të ndiqni Real Story me Sol Ballën në orën 20. Ndërkohë për çdo informacion të fundit, klikoni në abcnews.al, si të na ndiqni në Radio ABC 105 FM. Bashkë mirupafshim nesër në orën 19.